Përshëndetje të nderuar miq, do të shkojmë në Kosovë, do të flasim për negociatat e mundshme dhe çfarë po ndodh në prapaskenë për qeverinë e re të Kosovës. Kush do të jetë kryeministri i ardhshëm dhe si do të formohet qeveria. Për këto diskutime, për këtë çështje, pra do të flasim me zotin Lirim Krasniqi, njohës zhvillime politike, analist në Kosovë. Zoti Krasniqi, përshëndetje dhe faleminderit shumë. Përshëndetje dhe faleminderit për ftesën. Faleminderit ju për kohën. Çfarë po ndodh pas asaj perdes, negociatat? Limaj duket sikur ditë e fundit mos ka një tërheqje se s'kemi dëgjuar më, s'ka pasur më deklarata. Po, fillimisht është duke u pritur që të përfundoj procesi i numërimit të votave në diaspora dhe atyre me kusht dhe personave me nevoja të veçanta, që të kemi një rezultat përfundimtar të certifikuar nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, dhe pastaj të filloj procedura e konstituimit të kuvendit dhe qeverisë. Pse është e rëndësishme procesi i certifikimit të zgjedhjeve është sepse nga të dhënat preliminare të votave të diasporës vendosje del të fitoj diku rreth 80% të këtyre votave. Dhe nëse ky trend vazhdon deri në fund, kjo nënkupton që kjo parti mund të arrijë në 50 deputet në kuvendin e Kosovës, që do t'i mundsonte ose do t'i krijonte hapësirë më të madhe për krijimin e qeverisë. Dhe një më shumë, nëse do marrë vetëm pakicat jo serbe edhe deputetin serb Nenad. Nëse arrin në përfundim të rezultatit në 50 deputet, atëherë gjasat janë që nuk do i duhet asnjë parti për të bërë koalicion për formimin e qeverisë me minimumin e votave, pra me 61 deputet. Por një qeveri e shantazhuar në çdo moment. E shantazhuar, po gjithsesi një qeveri që është vetëm nga lëvizja vetëvendosje, pa asnjë partner në koalicioni. Gjithsesi, me të drejtë, kjo qeveri do të ishte jo stabile, sidomos kur kemi parasysh që pas një viti ne do të përballemi me procedurën e zgjedhjes së presidentit. Edhe kjo procedurë kërkon minimumi 80 deputet të jenë prezent në sallë dhe gjasat janë që zotri Kurti ta formoj vetë qeverinë tani, por që pas një viti të filloj këto matematikat e koalicioneve, sepse atëherë do të jetë i detyruar të bëj partneritet me ndonjëra nga partitë opozitare në mënyrë që të arrihet tek zgjedhja e presidentit. Edhe nëse këtë rast hyn me, të themi, zotrin Limaj, sërish do ta ketë të njëjtin skenar ose të njëjtën situatë që do të ballafaqohet pas një viti kur vjen puna e presidentit. Prandaj, nëse vetëvendosja arrin në 50 deputet pas numërimit të votave të diasporës dhe atyre me kusht, gjasat janë që ta formoj vetë qeverinë dhe në ndërkohë brenda këtij viti deri tek zgjedhja e presidentit të kalkuloj me parti të ndryshme lidhur me postin e presidentit. Po rastin e Limajt, ju e keni parë më shumë si vetë ofrim apo diçka që ishte prapaskenë? Jo, unë nga tani të gjitha partitë garojnë për të marrë pushtetin dhe në këtë drejtim deklarimet e Limajt janë, si thua, është të logjikshme në funksion të hyrjes në qeveri. Dhe ky është një moment që zotri Limaj e di që nuk mund t'i vi prapë mbase, duke pasur parasysh që ka një parti të vogël që me zor futet në kuvend dhe atë me koalicion me zotrin Haradinaj. Çështja është se a do t'i duhet zotri Limaj zotit Albin Kurti. Ndërkohë që unë mendoj që zotri Limaj do të ishte i gatshëm që të futet në qeveri në rast se kjo do t'i shërbente zotit Kurti në kuptimin e numrave për formimin e qeverisë ose votimin e qeverisë. Po PDK me DDK i kanë qëndrojnë vijave të kuqe apo politika është kur mos thuaj kur? Tani të dyja këto parti janë shprehur që nuk do të futen në koalicion me lëvizjen vetëvendosje. Gjithsesi, çështja e presidentit do ta sjellë një situatë ku ose do të kemi një koalicion më të madh, që i bie LDK ose PDK do të futen në qeveri, dhe kështu do ta formsojnë edhe pozitën e presidentit, ose do të shkojnë në zgjedhje prapë. Mundësi të tjera nuk ka. Por ju nuk përmendet skenarin që mund të jetë opozita që mund ta formojë qeverinë. Nuk e besoj këtë skenar. Nuk e besoj për shkak që nuk duket një disponim opozitar për të krijuar një blok opozitar.
Dhe nëse do të bëhej një lloj bloku opozitar, problemi do të ishte që sipas aktgjykimit të gjykatës kushtetuese të vitit 2014, konstituimi i kuvendit lidhet kryekëput me partinë që ka dalë para në zgjedhje. Në këtë rast lëvizjen vetvendosje. Nëse vetvendosje do ta shihte që nuk ka mundësi ta krijojë qeverinë, atëherë ajo ka në dorë pozicionin e kryetarit të kuvendit, i cili nuk ka afate kushtetuese për të zgjedhur dhe do ta përdorte atë për zvarritur procesin derisa njëra nga partitë opozitare të afrohej. Por nuk duket se ka disponim nga partitë opozitare për ta bërë një koalicion, sepse ne kemi parë në vitin 2021, kur zotri Kurti u rrëzua nga pushteti me një skenar pak a shumë të ngjashëm, por që zgjedhjet pasuese treguan një rezultat të jashtëzakonshëm për të, prandaj edhe ky mos disponimi i opozitës për të bashkuar shpjegohet me këtë rast, që mund t'i kushtonte edhe më shumë të gjitha partive në zgjedhjet e ardhshme kur do që të mbaheshin ato. Por mund të jetë edhe skenari që ju e edhe më lart që po sikur të ndodhë që opozita të bashkohet, Kurti mund mos e zvarris me kryetarin e kuvendit, por ta lejoj edhe për ta thënë më thjesht në gjuhën popullore këtë vit me këto turbullira nga Amerika, që Trumpi po vendos brenda ditës për fatet e botës, të merret opozita, edhe vitin tjetër të rikthehet më i fortë. Ky mund të ishte një skenar, por prap nëse procesi i numërimit të votave nga jashtë vazhdon në këto trende, atëherë opozita do ta ketë vështirë edhe në kuptimin e numrave për ta realizuar këtë skenar. Gjithsesi nuk duket se ka disponim, edhe sikur t'i kenë numrat. Nuk deri më tani të paktën, asnjëra nga partitë opozitare me përjashtim të zotit Haradinaj nuk është shprehur për krijimin e një bloku opozitar. Dhe nëse njëra nga partitë e mëdha nuk e dëshiron këtë gjë, kjo është e paralizueshme. Zoti Krasniqi, mendoni që këtë vit qeveria e re në Kosovë do të merret më shumë me dialogun me Serbinë apo me raportet me SBA-n? Çështja është që dialogu me Serbinë nuk është më punë në zgjedhje, është një gjë që do të përballet cila do qeveri, kush do që të bëhet kryeministër. Është një nga temat më të nxehta, gjithsesi në situatat si kjo e tanishmja, ku kemi ndryshime të mëdha në gjeopolitikën rajonale dhe globale, tashmë nuk mund parashikohet asgjë. Jemi në një situatë ku ka shumë të panjohura, edhe niveli i parashikueshmërisë është shumë i ulët, duke pasur parasysh atë që është duke ndodhur me negociatat mes Shteteve të Bashkuara me Rusinë në lidhje me Ukrainën, dhe pastaj edhe lëkundjet zgjedhore që po ndodhin në shtetet evropiane si Gjermania. Kështu që nuk jemi në rrethana që mund të parashikojmë diçka, sepse aktorët politik kanë ndryshuar dhe jemi në një kohë ku domethënë sidomos fatet e popujve edhe shteteve të vogla si ne, nuk është se do të varen shumë nga ne. Prandaj çështja e dialogut është çështje e pashmangshme, se si do të duket tani e tutje mbetet të shihet. Megjithatë, Merz duket një lider i fortë për Europën. Mund mbështetet Kosova? Pra, është një lajm i mirë zgjedhja e tij për Kosovën? Unë mendoj që kushdo që do të vinte në pushtet në Gjermani duhet të shihej me pozitivitet. Dhe ne duhet të jemi shumë të kujdesshëm, sidomos në raport me zgjedhjet që ndodhin në shtetet e tjera, sidomos tek shtetet aleate. Për ne ato shtete janë aleat pavarësisht se kush qeveris me to. Dhe në këtë drejtim ne duhet të jemi konstruktiv edhe të shohim se si mund të bëhemi sa më të dobishëm kashi aleatëve tanë. Jemi vend i vogël dhe nuk është se kemi ndonjë fuqi të madhe për të imponuar agjendat të caktuara. Në këtë drejtim edhe zgjedhja e zotit Merz duhet shihet me pozitivitet edhe duhet të shikojmë mënyrat për të krijuar ura komunikimi dhe partneriteti. Zoti Krasniqi, për të rikthyer te pyetja përpara se të shkonim në Gjermani tek skenarët e Trumpit. Ju çfarë mendoni që mund të jetë ideja e tij për Kosovën? Mund të jetë rikthim tek ideja e shkëmbimit territoreve apo diçka tjetër? Nuk është se ka ndonjë indikacion se
si administrata Trump e shet zgjidhjet e dialogut. Nëse krahasoj me vitin, me administratën, me thënë, mandatin e parë të zotit Trump, është munduar që përmes mekanizmave ekonomik ose nxitësve ekonomik të vinte një zgjidhje politike. Në atë kohë nuk pa të funksionuar, sepse duhet ta kuptojmë që problemi mes Kosovës dhe Serbisë është kryekëput politik. Edhe zgjidhja duhet të jetë politike. Mirë po mbetet të shihet. Aktualisht nuk mendoj që Kosova është në prioritetet e administratës Trump, sidomos në politikën e jashtme. Dhe përderisa nuk është në prioritetet nga ato më të para në vitin e parë të qeverisjes, edhe këtu nuk mund të parashikojmë ndonjë gjë. Trump është duke përdorur një logjik transaksionale në raport me zgjidhjen e problemeve globale. Në këtë drejtim, ne gjithashtu duhet të jemi të përgatitur, por që nuk duhet të jemi senzacional qoftë në veprime, qoftë në deklarata. Sepse ato mund të na kushtojnë, duke pasur parasysh që nuk kemi shumë fuqi për të shtyrë përpara qoftë të drejtën tonë, qoftë të interesat tonë. Po, fuqinë dhe kompetencat e Grenellit krahasuar me 4 vite më parë, si shikoni tani? Sepse ditë e fundit në Kosovë, ai pjesë e mediave është trumbetuar se mund të bashkojë opozitën kundër Kurtit. E ka të njëjtën fuqi si para 4 viteve më parë? As për këtë nuk është se mund t'jap ndonjë parashikim, sepse nuk e kemi parë akoma në veprim ambasadorin Grenell. Ajo që dihet është që ai do të jetë një emisar për misione speciale për presidentin Trump. A do të hyjmë ne tek ato misione speciale, mbetet të shihet, por që sa i përket bllokut opozitar, unë nuk e besoj një gjë të tillë. Edhe kjo duket edhe nga deklaratat e të paktën 2 partive më të mëdha, LDK dhe PDK, por që edhe do të ishte një lloj vetvrasje politike, ta themi, për partitë opozitare nëse e synojnë një gjë të tillë. Vetvendosja i ka fituar zgjedhjet, i pëlqeu ose jo partive të opozitës, edhe pse nuk ka arritur rezultatin e njëjtë si para 4 viteve, ajo qëndron shumë më lart se 2 partitë tjera që janë pasuese. Dhe në këtë drejtim, vetvendosjes i takon e drejta, por edhe përgjegjësia për ta krijuar qeverinë. Po gjithashtu i takon edhe përgjegjësia për të krijuar partneritet me opozitën, sepse ndodhemi në situata shumë të paparashikueshme gjeopolitike dhe nuk e kemi luksin që të zvarrisim procese të brendshme. Formimi i qeverisë mendoj që duhet ndodhë sa më shpejt, edhe të përgatitemi për çfarëdo lloj skenari që mund ta ndjek në raport me Serbinë dhe politikën e jashtme. Kam diçka të fundit për ta mbyllur. Pas ardhjes së Trumpit për ta krahasuar dhe me Shqipërinë, ambasada e SBA-s në Tiranë thuaj se është tërhequr nga deklaratat, këtu e kam fjalën për mbështetjen për SPAK-un apo inkurajimin për goditjet e zyrtarëve të lartë të korruptuar. Po në Prishtinë ka një tërheqje së pari dhe së dyti. Prokuror special kanë ardhur për të hetuar fondet e USAID-it? Tani kjo është një gjë që po ndodh në të gjitha shtetet, jo vetëm në Shqipëri ose në Kosovë. Të gjitha misionet diplomatike të Shteteve të Bashkuara janë pak të tërhequra në veprim, derisa të marrin instruksionet e sakta dhe të qarta nga Departamenti i Shtetit. Në Kosovë nuk kemi as ambasador të Shteteve të Bashkuara për momentin. Kemi të ngarkuar me punë edhe në kuptimin e kompetencave, mungesa e ambasadorit krijon një boshllëk në raportet ose në komunikimin e ambasadës. Nuk besoj që kjo tërheqje është një tregues mbi qëndrimet amerikane. Ka të bëjë më shumë me koordinimin edhe riorganizimin e brendshëm që është duke ndodhur në SBA. Ndërkohë sa i përket hetimit të fondeve, unë mendoj që ajo që po ndodh në Serbi për shembull është duke u përdorur politikisht nga Vučić, sepse në presionin e protestave të vazhdueshme nga shoqëria civile, nga grupe të ndryshme, ai po mundohet të gjejë justifikime
për të delegitimuar protestën edhe kundërshtimin ka shi pushtetit e tij dhe nuk ka të bëj përse me hetimin ose keqpërdorimin e fondeve amerikane. Ajo nuk është as në mandatin e një qeverisje të Serbisë. Nëse ka keqpërdorimin e fondeve amerikane, atë gjë do ta bëj vetë shteti amerikan dhe jo ne këtu. Zoti Krasniqi, të falenderoj shumë për bisedën. Faleminderit juve, kënaqësi.